Mirë se erdhe në botën ku askush nuk është i pafajshëm. Sekrete shqiptare, vendi ku rrëfimet më të thella, më të ndaluara dhe më të pathëna të shqiptarëve marrin zë. Na bëni subscribe për histori të ndryshme. Punoj në karburant ku nafta shtohet me ujë. Unë quhem Edi dhe punoj në një karburant që nga dita kur lash shkollën e mesme. Nuk ishte ëndra ime, por ishte puna e parë që më dha para të rregullt në fund të muajit. Në fillim mendova se do të ishte thjesht një punë e lodhshme. Ndërrime të gjata, erë karburanti, rroba dhe fytyra të mërzitshme, shoferë që ankoheshin për çmimet. Nuk e dija që ajo punë do të më mësonte se sa e ndyrë mund të bëhet heshtja. Ditën e parë më thanë vetëm kaq: bëj punën tënde dhe mos bëj shumë pyetje. Dhe unë nuk bëra. Kisha nevojë për para, kisha nevojë të ndihmoja familjen. Në karburant gjithçka dukej normale. Pompa të pastra, reklama të ndritshme, fjalë të mëdha për cilësinë, por pas derës së zyrës vogël e vërteta ishte ndryshe. E kuptova gradualisht. Nuk ishte diçka që ta thoshin hapur. Ishte gjysmë fjale në shikime, në urdhra të pashkruara. Kur vinte shefi, atmosfera ndryshonte. Punonjësit bëheshin më të heshtur, më të përqendruar. Kishte momente kur më kërkohej të bëja gjëra që nuk më pëlqenin, por askush nuk i quante me emër. Askush nuk thoshte po mashtrojmë njerëzit. Thjesht thuaj, kështu funksionon këtu. Unë pash se si klientët largoheshin të pakënaqur. Disa ktheheshin pas disa ditësh të zemëruar duke thënë se makina u ishte ndalur dhe se diçka nuk shkonte. Shefi buzëqeshte, ngrinte supet dhe fajsonte makinat e vjetra, rrugët e këqija, gjithçka përveç nesh. Unë rria pas banaku dhe ndjesha sikur po gëlltisja diçka të hidhur. Punoj në një karburant dhe nafta shtohet me ujë. Nuk e thash kurrë me zë të lartë, por e dija. Të gjithë e dim. Është një sekret i përbashkët, një marrëveshje e heshtur që na mban rrogën gjallë. Çdo ditë ndërsa shikoja macin që rrotulloi, mendoja për njerëzit që po mashtronim. Shofer taksish, fermer, familjar që kishin kursyer për të mbushur makinën. Në darkë kur kthehesha në shtëpi, duart më mbanin era karburant. Nëna më pyeste se kishte shkuar puna dhe unë i thosha mirë. Gënjeshtra më dilte lehtë. Ndoshta sepse isha lodhur prej vërteti, por brenda meje rritej një peshë. Çdo ditë ndihesha më pak i pastër. Një herë erdhi një burr i moshuar me duar të çara nga puna. Më tregoi se traktori i tij ishte prishur pas furnizimit. Syt i kishte plot zhgënjim, jo vetëm për makinën, por për padrejtësinë. Më pyeti drejt për drejt nëse karburanti ishte i mirë. Për një moment desha t'i thosha të vërtetën. Desha t'i thosha të ikte, të mos kthej më kurrë. Por pas meje ishte shefi, dhe unë thash atë që duhej të thosha. Është karburant cilësor. Ajo natë më ka lënë pa gjumë. Kuptova se nuk isha thjesht një punonjës, isha pjesë e problemit. Heshtja ime dëmtonte njerëz të vërtet në jetën e tyre, dhe megjithatë të nesërme nuk ktheva sërish në punë. Frika nga papunësia ishte më fortë se ndërgjegjja ime. Kjo është e vërteta që dëm më shumë. Në karburant mësova se si sistemi ushqehet nga njerëz si unë, jo nga ata që japin urdhra, por nga ata që i zbatojnë pa fjalë. Çdo ditë i thoja vetes se do të ishte e përkohshme, do të gjeja diçka tjetër, por ditët u bën muaj dhe muajt u bën vite. Ndonjëherë kur shoh lajme për makina të dëmtuara, për ankesa, ndjej një therrje në stomak. E di që nuk jam i vetmi, e di që kjo ndodh në shumë vende, por nuk është justifikim. Unë jam Edi, një djalë që punon në një karburant dhe di të vërtetën, një djalë që mësoi se sa e shtrenjtë mund të jetë buka kur paguhet me ndërgjegje. Nuk e di sa gjatë do rri këtu, di vetëm që një ditë dua të dal nga kjo derë pa e ulur kokën. Deri atëherë, kjo histori është një rrëfim. Jo për t'u krenuar, por për të mos haruar se edhe e heshtja është një zgjedhje, dhe çdo zgjedhje ka pasojat e veta.